Për shembull, sa shumë kemi divorce, ajo mbetet në rrugë. Pikërisht. Sepse nuk ka kur gjë. Shkon dur zbrast, edhe kur të ndohet prapë është pa kur gjë. E kjo ka qenë problemi. Që më falë se po kthejna konkretisht. A e keni një soj edhe ju? U keni luan krejt vllaznive pronat? Shumica. Sa prej juve e kanë marrë pronën e vetë? Sa prej juve e keni trashëgu pasunin që ju ka taku? A muni me që dorën? 1, 2, 3, 4. 4. Të tjerat ja kanë lunë vllaut. Do me thonë, s'na kanë. njëna po thotë, unë edhe i kom ble ekstra vllaut. Motra për vllaun. Motra për vllaun, po. E kështu me rojë. Shëndes. Kur jemi të prona, do më thonë, është do më thonë problem që alo nuk është si, po. Duhet me ndo. Tash unë mendoj që duhet me pas një premje, nëse s'kemi mujt gjeneratat e kaluara, për shkak edhe të kulturës, problemeve që kanë ekzistu, fshat kanë thonë qysh me pru dhonrën tokë, aden është shumë reale, po, kanë thonë, është do më thonë edhe sot, po ajo është i huj me pru atë. E ajo gruja që martohet këtë vllau, po, hajde t'ja nisim ta prem këtë punë dhe t'ja nisim na gjeneratat tona. Unë i kom rritë fëmijët e mi Dardanin edhe Dorontinën me ato që kreqa kemi ka me unda barabartë. Do më thonë, ata e din Dardani as nuk pret që ka me pas ma shumë, për shkak se është djallë. Mendoj se të paktën prej sot, prej gjeneratës tonë duhet me anis, nëse veç s'kemi mujtë në të kalumen. Shumë mirë. Po, me qenë se jemi të 8 marsi, po kom qef me unal pak të festa si fest. Na e tash e kemi fest. Qysh e kaloni e ju 8 marsin? Qka ndodh në 8 marsin e juj? Zakonisht kemi aktivitete punojmë. Punoni? Po, vizitojmë shoqata ndryshme. Po nëse kuvendi është funksional, sepse tash ende nuk e kemi funksional kuvendin, shënohen seanca për nder të përpjekjeve shumë vjeqare që i kanë pas gratë, mundohemi të përkujtojmë angazhimin e grave që kanë pas në Kosovë, duke përkujtuar kontributin e jashtëzakonshëm që ato kanë lënë, edhe natyrisht sfidat që sot i ka shoqëria, sepse dikush e feston, dikush ka ende sfida edhe duhet shërbej edhe si memorie jona. Dikush proteston halo. Për të protestuar për drejtat e